Formacioni praktikisht ditët e para, si kurse po e shikoni dhe vetë, do vazhdoj normalisht me emisionet e tij dhe duke reklamuar atë që ne jemi duke përgatitur që të bëjmë. Që lidhet besoj me? Që lidhet me shumë gjëra, që lidhet me festat e fundvitit, që lidhet me Krishtlindjet, për këtë arsye. Natyrisht, nata e Krishtlindjeve do mbulohet, siç është detyrimi i Radio Televizionit Shqiptar, që të bëj pasqyrimin e festave. Do jetë drejt për së drejti, si mesha e Krishtlindjeve të Kishës Katolike dhe ashtu dhe Kishës Ortodokse. Natyrisht do jetë edhe urimi i shenjtërisë të tij Papës për festën e Krishtlindjeve. Mesazhi i tij nga Vatikani. Emisionet do vazhdojnë normalisht dhe me ndërprerje që do na imponohen për shkak të festivalit. Sigurisht, sepse është një ngjarje shumë e rëndësishme në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Natyrisht do kemi dhe festivalin e të rinjve, që do jetë shtunën, por nuk heqim dorë edhe nga sporti, si nga kupa botërore e skive, ashtu dhe nga kampionati, derisa ata të mbarojnë. Festat e fundvitit, pastaj ditët do të jenë me një organizim krejt tjetër, do kemi natën e madhe të vitit të ri, që do jetë si në datën 1 ashtu dhe 2, jemi duke u përgatitur, duke, le të themi, kopësitur detajet, është një punë kolosale, për shkak të angazhimeve të madh të njerëzve, organizimi këtyre njerëzve që të mund të jenë të gjithë në të njëjtën ditë për të realizuar këtë spektakël madhështor. Kemi ndërmend të bëjmë një përmbledhje të arkivës, të humoreve, të momenteve më të bukura të humorit shqiptar, të këngëve dhe të festave që në vite RTS ka transmetuar për vit të ri. Duam të ritheksojmë atë lidhje që kanë teleshikuesit shqiptar me Radio Televizionin. Për ta rigjallëruar, për t'i kujtuar dhe duke nxjerrë nga arkiva jonë momentet më të bukura të këtij humori. Mendojmë që do jetë një gjë shumë e bukur, jemi duke u organizuar që t'i japim dorën e fundit. Sigurisht, dhe rigjallërimi nostalgjisë do t'i kthej shikuesit tek televizioni historisë. Të rikujtojnë atë lidhje të fortë që kanë me RTS-n.